A janë të buta kështu që mundemi prek edhe une? Qysh është lidhja Elion me Ash, apo? Po, me Ash. Ash ja kom lanë emnin, po të regoj fillim e shkoki në gjyre, se Ash me përkëthy në Shqip e Anglishtës. Sot ko ke kombinu me Ash. Po, Ash pese e kom marrë që një vjetë. Mata nuk o që kanë qepë fort ashtu për kujdes. Nuk janë shumë të rëqnushme. Jo. Po, e kanë një të mirë që kur t'jesh keq emocionalisht, e ndjenë edhe vinë vetë, ashtu kanë qef me lujt me të ose me është struk për shkak të Bellës, po më duket, a? Po, dhe ambient është... Bella ko ka një farë drama queen. Me këshyrë kamerën. Po i duket interesant. Lidhja jote Benit me Bellën? Para se të hynim më the që është shumë i lidhur me mua dhe... Po, është shumë i lidhur me mua, pe që e ku marrë, do me thonë, edhe kom vendosë me marrë pe i të vogël, kur i ka pas 3 muaj, edhe për qëra arsye u lidhë, se edhe i vjen ma shumë me mu me ndaj, edhe pa mu nuk rënë. Gjithë kone marrë me veti, e kom si hije për mas. Do me thënë, nuk është vetëm sot për shkak të intervistës që e ke marrë me veti, po e marrë edhe për një kafe. Në vendet që ma lejojnë, po, zakonisht po e marrë. Ta nuk lejohet në Kosovë gjithkona? Na që kemi kafë që dina që është pak ma problem, se do vendet nuk lejojnë, e kemi të valume. Ka po t'intereson? Po, në vendet që ma lejojnë, po e marrë. Okej. Elion? A ka vendet që e marrë, apo macat nuk janë fort? Jo, nuk o që e marrë fort mas veti kështu, edhe shumë i tha vendet që shta dhe raforcja nuk është që a lejojnë. Është dita, du më thëmë para 2 dite e ceka të në fillim që ishte dita e veterinarisë. Dita botërore e veterinarisë, e cila është zakonisht e shtundja fundit e prillit. është një ditë që për neve është një lloj feste, sepse është një vëmendje për komunitetin tonë, edhe ndjejnë në mesin e shoqërisë pak më të vlerësuar vetën. Bledjan, në fakt dua të di tash flasim pak në mënyrë mjekësore për atë dhe çka jeni. A është llojet e kafshëve janë të njëjta sa i përket mirëmbajtjes apo ka dallime? Shëndetin, mirëmbajtja e gjitha këto, për shembull në këtë rast të qenit edhe të macës. Ka ndallime, për shkak se qeni dhe maca hynë të kafshë shoqëruese, ndërsa kafshë blegtorale hynë leopa, delja, dhia, e tjerë. Në kafshë shoqëruese hynë edhe kuajt hynë në fakt. Edhe sigurisht prej asaj që kemi mësu, edhe anatominë e kanë ndryshe, edhe fiziologjinë e kanë ndryshe, nuk është që funksionojnë se cila është e ngjashme. Është e njëjtë. Është shumë problem për doktorët e kafshëve veterinarët, sepse të gjithë kanë anatomi të ndryshme, ndërkaq doktori i njerëzve është një parë organe, e dinë se çka ka me u marrë. Sakt. Neve na bjen me u bë pak si mjekës përgjithshëm. Me thonë me punu me gjitha nga pak, edhe pse ka kolegë tonë që janë profilizuar dhe punojnë vetëm me kafshë blegtorale ose vetëm me kafshë shoqërimi. Kjo është besoj më e mirë po për moment, po patjetër, po për momentin unë personalisht jam të punu me gjitha. A me gjitha? Me gjitha. Okej. Në fakt, kolega po dhe ti e mjek të përgjithshëm, na dalëm diplomuar si mjek të përgjithshëm, po puna në Kosovë bëhet më shumë se mjek të përgjithshëm, sepse të njëjtën kohë përveç mjekut të përgjithshëm do të me konë ginekolog, do të me konë kirurg, ortoped, ku e dione, edhe kjo normal është pak me vështirë, sepse në mjekësinë humane janë një profil edhe fokusohen me atë punë, me atë ekip të punës edhe përditshmëri. Kjo ditë që ka tamam për të festuar, sepse është këgja i larkume. Po, kjo ditë është më festu, sepse fakt, lidhja jetës në mes kafshëve dhe njerëzve ka shumë rëndësi. Na jena një komunitet që kujdesim edhe për shëndetjen e njerëzve duke u kujdesur për smundjet e kafshëve të cilat transmetohen te njerëzit, dhe kjo bën më të veçantë profesionin e veterinar. Ka sëmundje të kafshëve që transmetohen te njerëzit? Ka sëmundje të kafshëve që transmetohen te njerëzit. Për shembull, një